97-99, por nga 2001 deri në 2025 tani, ka një ikje konstante të heshtur, jo me atë zhurmën e përparshme, po u bë disa vite që edhe Banka Botërore, edhe sondazhet e brendshme, edhe Instati dhe të gjithë, evidentojnë faktin që 60-65.000 dhe 70.000 shqiptarë në vit vazhdojnë të largohen. Dhe në fakt, po ta mendosh një periudhë 10 vjeçare që kalojnë shpejt, i thonë që rrezikojmë që të humbim 700.000 shqiptarë. Natyrisht, kjo është gjëja më shqetësuese. Pse, në krahasim me gjithë këto vende, kenesh kthyer në kulturë dhe në psikologji dhe në mentalitet ikja, nevoja për t'ikur, për të rregulluar më mirë, për të sistemuar. Arsyet janë nga më të ndryshme, që nga dalja nga varfëria, që nga shërbime më të mira që kërkohen, që nga mosbesimi ke shteti, ke politika, që nga një arsimim më i mirë, po tani kemi edhe një faktor tjetër negativ në këtë aspekt, që meqense komuniteti shqiptar jashtë është bërë shumë i madh, pothuajse të gjithë familjet kanë një pikë kontakti ose një mundësi që e lehtëson këtë lloj lëvizje. Ja, unë kam vënë në Britaninë e Madhe, ai ideja që kjo është në kohën e emigrimit parë në Amerikë, pra se unë kam pasur fatin të intervistoj stërmbezën e Koli Kristofor në vitin larg 94 dhe ajo më tregonte se si Koli Kristofor që shkuar në shekullit 18 kthehej në Shqipëri, të riqte bashkëshatarët e vet, i çonte në Amerikë, pra u bë një pikë kontakti që atëherë. Është ngjashme edhe në komunitet, edhe ka dhe një veçori tjetër që shikohet ke struktura e remitancave. Pra e parave që sjellin emigrantët, teorikisht dhe praktikisht, mas 20-25 viteve, kur ndodh shkëputja e brezave, remitancat fillojnë dhe bien. Pastaj mund të vinë formë investimesh ose formës tjera, por remitanca klasike bien. Në Shqipëri remitancat vazhdojnë dhe rriten. Kjo tregon që emigracioni vazhdon të furnizohet me, si thosh, me prurje të reja, që është e njëjta situatë që ata që ikin akoma kanë familje, kanë njerëz të afërt tu që dërgojnë, sepse ata që kanë ikë 35 vite përpara, natyrisht që mund të ketë menduar o ka bërë bashkim familjar, o prindit nuk janë më, pra nuk kanë më ndonjë arsye që dërgojnë aq shumë remitanca. Fakti që remitancat jo vetëm që nuk paksohen, shifrat e fundit flasin për 1.4 miliard euro në vit që vinë në Shqipëri në formë remitancave. Fakti që shtohen tregon që... Dhe këto po flasin për ato që futen, themi, nëpërmjet bankave, se pastaj keshi është histori tjetër. Pra, kjo tregon që nga pikpamja e strukturës së emigracionit shqiptar, ne prapë jemi në periudhën 91, 92, 95, pra emigracioni i ri që ka baza të forta akoma dhe në Shqipëri.